Unë jam Halil Braha, pensionist i arsimit, dhe më thonë pensionin e kom arrit në gjimnazin e Shrem Qabej në Vushtri. Për ndrysh arsimin e kom pas. Dhe sot e kom në shpirë se një popull i parë si mu ai rrugën e ka të ertë, ose të parealizuar. Kështu që diku vitet 66-67 fillova si mësues në vendlindjen time me gjimnaz, se ishte nevoja. Ne kushzuan me bërë normalen e krytëm edhe ato, dikur jo provimi profesional i mësuesit, ma thjesht. Mas i kemi majtë, se kom qenë edhe pjesëmarrës i demonstrata 68-ës. U hap universiteti, si kur e dim gjithë në vitet 70. Po si etje për dituri e kom pas grupin filozofi sociologji, cilin e kom pas regjistru 78-79 Zagreb. Po të dokumenta e ndjek, si kur që do gjenë shumë shpia gjatë luftës, ata i djek zoti, qëfar planësh kanë pas edhe kanë, por nuk kom e rëndësi, 73-77 kemi qenë gjenerata parë filozofi sociologji. Bile jam mënuar në përmes shkrimeve, sa ato libra ma vonë më nishojmë, janë kryesisht aforizma, po ka dhe sarkazme, satire, doqërtime, po so më rëndësi. Më rëndësi është ajo që arsimin e kom dash dhe sot në këtë mosh, me pas nevoj, ndoshta pa pagesë kisha ligjerua. Bima shëruese, apo si zeje, si orientim i trajtimit bimës mjekuse, këta kom marrë prej familje, se ato dituri që i ka zbatu familja për përdorimin e bimës shëruese, apo mjekuse, i kom regjistrua pa ditar, pa fletore, po i kom majtë mend. Po në prillin e 72-ës më bo marak, dhe më kisha vullnet me ditë ku jam. Nëse po di, diçka ta vazhdoj, po në rast se jo atëherë me heq dorë. Ma thjesht shkova në Shkup për me i patentua. Sa ato pa kalu në përmes një procesi biokimik, ti s'ke mujt me ditë sa po din, me përjashtim përvojës apo eksperiencës gjatë jetës. Me një fjali dorëzova ato mostrat mas 5-6 dite, dhe më në entin e zbulimeve treja, apo në Institutin e Inovacioneve. Mas një vjetë e gjysmë ka ardhë patenti dhe mund cilin e kom edhe sot, që është pranu shkencorisht se një disa bim për shërimin e disa smundjeve. Edhe me atë konfirmim shkencor, dhe më thonë, u rrit vullneti, besimi, po edhe guximi që të mere me trajtimin e bimës mjekuse për disa smundjet cilat nuk po gjejnë shërim në për klinika, ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara. Kështu që kryesisht për disa smundje që janë shumë përhapuna, sidomos sot, bajamet, hemoroidet, astma, prostata, verz, hepatit apo sarillak, ma shkur disa të mreshme, përkur diku 95%. Kryesori është të kjo, nuk on pyetje as të të ardhuna, se normal edhe këj mund disi duhet mu paguhet. Po shumë herë edhe paguhet edhe shpaguhet me atë miren që ja ke bo dikuj kuraj ta bën një urim, ta bën një përshëndetje në përmes telefonit ose drejt për drejti këtu. Një le ta din të gjithë se bima mjekuse mundohet që nuk dimon, po dhe dëm apo kontraindikacion kundër veprim nuk ka. Se mas pari duhet me njohë bim të ajen helmuse a ju, shëruse apo jo shëruse. Kje bim drunore, kje bim gjysmë barishtore që kryin punë. Prandaj ajo është një procedur për gjithë ata që mendojnë mu marrë me këtë,
me i shkue radhazi apo meren për mos me bo një gabim ma vonë. Krejt në varet se cila bim, çfarë përmbajtje ka. Unë e kom marrë përfundim se shumica e bimëve janë antikanceroze edhe antioksiduese. Mirë po, ka rast që duhet me i kombinu, për shembull. Fjala vjen aguliqja apo lulja e parë që del mas mimozës, këngëtar bile i thonë lule bora. Është një prej bimëve ma të fuqishme ta quajmë, që lufton kancerin. Pastaj është pelini but, pelini eger, është lulbasani. Sa i përket shërime, për shembull, për bajamet, i kemi vetëm një kombinim që e përgatisim na në formë të lanxheve, domthonë e gatshme, po zakonisht ipet edhe një çaj i thatë. Edhe bajame për 3 javë, një muaj mo nuk ka. Ky shembull të është tiroidet. Gjondrat tiroide, gusha apo struma. Për shërimin e tyre ipen 2 produkte. Domethënë, ky si çaj thatë që përgatit njeriu vetë shpi, edhe ato tjera si të lëngshme që i zjem na paraprakisht, domthonë ma herët. Kjo simullag ka një rol të fuqishëm edhe për fytyn, edhe për mushkërit apo organet respiratore. Qysh do të më përdorë kjo? Po zakonisht zihet një valë prej 5, eventualisht 10 minuta, mbulohet mbas zirjes, mos me humb përmbajtja klorofili ato, edhe përdoret si çdo çaj tjetër. Ky është veç i njoftun në përgjithësi të populli ynë edhe jashtë, po në veçanti Ballkani në përgjithësi është i pasun me erigon. Ky përdoret edhe si mëlmes në ushqime, për aromë. Cila smundje? Kryesisht është çaj i pastrimit traktit urinar. Po njëkohësisht edhe është antioksidues, edhe është antikanceroz. Shpeshherë vetë e kombinoj me ato kur tentoj me dhonë diçka për kancerin, sidomos fazën e parë. Lulbasani është shumë i njoftun në popull, bile këtë lule para 2 vitesh Gjermania ka shpall mret i luleve. Si lulbasan ma pak e njohin. Kantariani thonë, edhe ata tjerët, edhe dikush tjetër. Edhe këtu me radhë, për shembull kemi hithrin. I vetmi bar apo medikament natyral që më përmban hekur ma shumë se gjitha tjerat është hithri. Kjo zakonisht ndihmon edhe në organet respiratore, po edhe në ato të traktit urinar. Këtu është dushku i borovnicës. Edhe kjo vjen në rend ka një herët apo dikun, ndërsa këtu kemi lulën e murrizit. Kjo është shumë e mirë për largimin e smundjeve të zemrës. Jo për të gjitha, po sidomos për rrahje normale, edhe angina pectoris për shembull kur është ajo për mos marrë deri te stendat ato. Kam marrë përfundim se mas pakti për lulën e murrizit njerëzit dinë. Kisha një porosi që le ta përdorin ma shpesh, është pak e vështirë me mbledh për arsye se ka gjemba, ka therra, po gjinet mundësia. Me shumis këto që ka janë të ekspozuara, këto si qajrat thata, këto përdoren mas zirjes me një val 5 dhe 15-20 minuta, e ka kohën e zgjatjes për zirje vetëm lulbasani, ai duhet mu zi pak ma gjatë. Ndërsa kjo pelini but. Rolin funksionar, apo funksioni kryesor e ka, e lufton kancerin. Sidomos
fazën fillestare. E kemi edhe pelinin e egër, këto shkojnë kombinim, po pelini e egër shkon ma me pakicë o shumë jelët. Në ato raste, këta dy shkojnë gjithësysh, shkon radhiqja ku e patëm na qëtu, se dhja folëm për te. Këtu trija në rend parë, edhe ndonjë tjetër për largimin apo parandalimin e smundjeve. Më të përhapun atësët sa po evreun edhe para shumë kohësh, janë hemoroidet. Sa ato po vinë mas lindjes të parë ose dytë të nonat, po të rashikohen. Ndërsa egzema po me asili jashtëm, ai nuk është trashëgues, po është personal, mbarësisht prej mëlçisë, se mëlçia është një organ që trajton ushqimin, e ndon ushqimin, unë shpeshherë e quaj laboratori i trupit. Po që se nuk i pëlqen diçka mëlçisë, prej ushqimeve është fjala, ajo e kthen në diçka, ose në lyth, ose ndonjë anomali tjetër lkurës, apo në një kroj, një neurodermitit, ose loposa her pesat, në diçka e kthen. Sa ajo i prodhon 1.600.000 enzime mrena 24 orëve, në rohen për me trajtu ushqimin e ardhshëm. Kështu që kryesisht si mesazh njerëzve, të gjitha ata që din me dhonë një porosi, le të kenë kujdes në ushqim. Shpeshherë nështë dikush ankohet, nuk e kem kuzhinën angleze, amerikane, gjermane, jo. Na pa kuzhinë jemi rrit, po jemi rrit me bukë qerepit. Qerepi kush se din ka qenë tepsia e dheut. Është pjek me saq, edhe atë grun, atë drith e kemi mjell vet, e kemi korr me dur, kemi fshi me bagti, edhe të gjitha bylmetrat, dhe me thonë, të fillu prej djathi, pastaj ajo ona tjetër, prodhimet qumshtore tjera që vinë, jo ushqimet, sikur e kemi përgadit vet hashavin, pekmezin, kush ka mojt blet, do thot tijet, rëndësia mjaltit. Po, thjesht kemi jetu në natyre dhe prej natyre. Porosia kryesore është le të largohen prej ushqimeve që nuk kanë përmbajtje, mas pari vitaminoze që i shërbejnë organizmit, edhe prej atyre artificiale që vetëm e largon ndjenjën e urisë, a ushqim sigurt të tonë nuk ka. Nuk do të thotë se një ditë ke hanë një diçka prej ushqimeve të rrugës për shembull. Mirë po ajo nuk bën me ndodh shpesh. Se dikur edhe adaptohet organizmi e kërkon qatë ushqim. Po mbi gjitha njerëzit kisha me porosit mos t'i largohen ujit. Na me ujë jemi rrit, me ujë e vazhdojmë. E shpërlan organizmin, i plotëson nevojat e hidratimit, edhe është diçka sa ma natyral. Bile shpeshherë thëm, po që se e kje mundësin me shku në bjeshk me marë, është dy fish ma i sigurt ai ujë sa ai nuk rrinë në perturbacione, nuk rrinë ceva, po drejt pe burimi. Po ato mundësit gjithë nuk i kanë, po kryesorja prej ujit mu largu jo e jo lonxhe. Ka pas, edhe sidomos kohëve të funit, nuk janë shpeshta dhe fatë bashkësisht që janë su ma qef ka me qenë populli shnosh se marë me më respektu, se me më shpërbly mu dikush. Por ata të kurës nuk ka biset, vanon, po gjithë qysh. Largohet edhe hiqet, dhe mon e shërojmë. Për të mreshmin, jemi përpjek edhe në qatë rrugë jemi, i kemë do rezultate, dikush o kësajt ka na, po në Kosovë, dikush o jashtë, edhe më ka inkuraju se asnjën nuk është tanë ku, po për kundra zi ka onë po një ma let, po marë fry ma let, janë rrallu dhimbjet, dhe me thonë, janë shenjat që i kemi gjetë bimt me ndihmu, po sidomos në fazën fillestare, se me kalun metastaz, i thonë meri, provoje, s'ka nevoj pages edhe kur gjë kërkuj, se në metastaz është
domthon kur përfshin organe të tjera. Kështu që nuk pretendojmë se jem të parët për një kësi shërimi, as nuk bojmë thirrje gjithçysh, jo. E para është ajo që e thamë më herët, bim as i bim, kjo kontraindikacion kundër veprim nuk ka. Rasti tjetër, sa i përket thonës shpërblimet materiale apo pagesës, asnjëherë nuk e kemi lidh nyje që i thot populli me kërkon. Vjen rasti social, për shembull, i thon meri veç mos haro merr edhe udhëzimin. Domethënë se kemi pas as se kemi mendjen me thon thjesht sa po marr, por sa po dho dhe çka po dho. Domethënë për çka po dho e kom hulumtuar si e tham më herët, mos më përsërit, prej si fëmijë se jam vazhdu si qasoj zeje që e ka pas familja edhe shumë njerëz tjerë në popullin tonë. Pelini but dhe jegri, ata pa tjetër. Është pastaj radhiqja. Nikosisht vjen edhe lul basoni. Për me bo një përforcim pak më të mirë, shpesh e rishtojmë edhe hithër. Kështu që janë disa smundje që kërkojnë veç një bim, që për shembull për bajamet, edhe aty janë 2 produkte. Po zakonisht çdo gjë që e dhom me udhëzim, me shkrim, që ku janë kësaj dhe më tutje. Përpas asaj edhe gojarisht mundohem me shpjeguar. Tash për shembull ku ke fjallat e bajamet, ipen shishet që i përgatitëm na për një bime të veçantë, një çaj gjelbër që i përgatit vetë shtëpi, edhe bajame më nuk ka. Edhe është tash më interesant që bima mjekuse nëse nuk shëron, dom nuk sjell, e tham edhe më herët. Po nëse shëron që atë smundje mon nuk e len më kthye, s'ka përsëritje, s'ka recidivitet këtu te bima. Më varet krejt cila smundje është. Për shembull te hemoroidet është 7-14-21 ditë, domthon 3 javë. Po shpesh e thom njerëz atë sasi që ta akumullon mos e le as i pik, pije, përdori. Domthon 30 ditë që është ai kulmi që hemoroidet duhet me ik. Qashtu 3 javë dhe 1 muaj janë bajamet. Astma, kur trajtojmë diçka për astmën, ajo zgjat pak më shumë. Se më varet njëra ka përjetu një shkallë matron, i ka ato pompat të i përdor, ose kokra, pa pilula, ose ato farmacisë e tjera. Kështu që zakonisht efektet për smundjet t'i quajmë të rëndëmta, këto që edhe i përmenëm më herët, e kanë 1 muaj 6 javë që ato sillen domthon pa mrit 2 muajshi. Te ato lkurës, edhe ato që ato diku 2 javë 3, me përjashtim të psoriasis vulgaris, psoriaza po shupen flehte, thonë gjermant, le blon shlike franqez, se def i qumë turku, na i qumë repu, i rëpullar. Ato janë si lisha që dalin ekstremiteteve apo kyqeve. Po edhe ato janë për të na janë të shërueshme. Po marr parasysh sa zgjat. Kështu që në rast se ka vullnet dikush, le të fillon me njoh bim prej asaj helmuse, jo helmuse si e tham edhe më herët. Le të fleton, le të hulumton literaturën. Unë e di shumë mirë në vitet e 70-ta, edhe më herët, tranzistorin e kom pagu 3 rrogat atëherë, 3 paga. Vetëm me ndëgjue këshilla mjekësore kudo që i kom zonë, anë veçanti prej doktor Hamdi Sylqebej, që ka qenë yll i mjekësisë shkencore në Universitetin e Tiranës. Çdo dielja ka pas emisionin e tij 1 orë të plot. Vetëm këshilla mjekësore nga mjekësia përgjithshme apo shkencore, po edhe nga ajo bimore dhe popullore. Më kanë shërby edhe libra apo literatura, e radio, gjitha i kom shfrytzu për marrë dhe të ajo me di çka po bëj edhe çka po dho. Djali i dytë i ka mësue, për ato smundjet që po i quajmë na fatale apo të pashërueshme, edhe se e din çka jipet, nuk i jep. Për ndryshe, këto të zakonshme që i folën bajame, astma, hemoroide, i ka mësu se ton jetën
ka qenë mas meje, edhe dy djemë tjeri kom pa ta nuk kanë qenë dhonën shumë mas kësaj zeja po këti profesioni, kështu që po i ka marrë se ja kumilona e shënimet, me shkrimjen gjitha se cila bimit me cilën kombinohet për shërimin e cilës smundje, e kështu që ma vënove në rënë edhe një mesazh, njetë me dhunë nuk i jipet kërkuj kur gjo. Gjithmonë duhet me përgatit vetjen, me kap diçka njetë. Në rënd parë shkollimi, si e thamë, të me ndu gjithherë në temelin e atë dheut. Edhe pastaj zejet, apo zanatet e ndryshme. E kështu që kjo ka marrë mënyrë vullnetare, pa i thonë, po zakonisht me mua, edhe në malë, edhe në pruën, bjeshk, dhe me thonë natyrë ma thjesht, e kështu që fatbarsisht e ka marrë. E ka marrë dhe ka mësu bukur mirë. Zakonisht ta kavanozat e qelqit janë me shumis për smundje tjashme të mund të lkurës. Në varet tash a është si ekzem, apo është një plag tjetër, që kjo për shembull i ka dikon 15 bimë. Ka edhe një pjesë të alkoolit, ka hudër, ka një kombinim që çdo gjë që është si infekcion e jashtëm kjo e pastron, e largon. Normal nëse ka nevojë vindran edhe në kremën e. Ndërsa kjo ka funksion gjithashtu të shumë fisht. Se këto është vetëm vajulliri edhe bima që ka lëshue gjatë verës të kaluar përmi 6 muaj. Se zakonisht kjo bima e cila ka dhonë gjyren këtu në vajulliri, grumbullohet në gjystë korrikut, edhe kështu që dikun i bjen 6 muaj pak ma tepër që duhet me qëndrua të dyja bashkë me marrë këtë gjyre dhe përmbajtjen. Shërben për mu shkri kush o keq, se edhe pihet. Është për djegje. Nuk len shaj, veç normal, me një krem që ku atje, vetëm shkolla e 4, se për djegje dhe për vlumet zakonshme, as shaj nuk jetë. Është për thoj kur prishen, deformohen, bien. Ka një funksion t'jash zakonshëm, dhe me thonë, edhe si preparat që pihet, po edhe si preparat që lyhet. Ka njëherë ju prinë pastave, edhe te ekzema, zakonisht për ekzemin apo mesin, e është në kemë ato të voglat, ato bocat, që është marrë për i kësaj. Ndërsa kjo këtu është përgatitje e kësaj për infekcionet jashme, kur hargjohet kjo e marim normal kullohet edhe vendoset këtu, për me marrë ma let me këtë mekanizmin që ka. Po, janë po drejt me thonë atë të bimve, ndoshta u dasht me u botu edhe ma herët. Po, tekstin që e dha për shpjegimin e një bime, ka njëherë më duket mësoj gjatë, kom qef mos me i lodh njerëzit, ose nuansat e ngjyrës një bime, kom qef më janë me qenë sa me akjartë. E kështu që ato e në disa pengesa ka pak që paraqiten për me bo një tekst sa më të qartë, sa më të kapshëm. Për ndryshe këto, librat që janë këto janë kryesisht i takojnë grupit që kemi kryer në filozofi, sociologji. Është ofër 400 faqen aforizma, fjalë turta, mesazhe, filozofema, porosie, mesazhe, ka pak edhe do qortime, ndërsa ajo me ngjyrë të gjelbërt, ajo është me vjersha, po edhe aty janë ato përshkrimet se cili është profesori i dopt, cili është hoxha i dopt, cili është bujku i dopt, Dembeli, Hajdi, të gjitha janë aty në atë formën se si e ndjen veten ata, po si kuptojnë edhe thirrt ata. Kështu që kryesisht që të dyja janë e luftojnë të ligën.
Bile 2 fjalët e para aty mundesh me marrë dhe me lexu. E para është kush e sheh dheun onër e gëzon zhgondër. Po asi që e shohin atë dheun onër kem pak. I sholla gjithë jem. E dyta është moti i lig pritet përmirësohet, njeriu i lig kur. Se i lig lind, jeton dhe shkon i lig. Karakteri nuk ndron. Drejt me thonë promovim nuk kom bon. Tani para 2 javë kanë dalë për shtypje, kom njetë me shpërndane për gjimnazet e Kosovës, kudo që moj varsisht sa ka mundësi apo prej numrit të ekzemplarëve. Këtu në përvështrej se kjo është ribotim. I kom shpërndane ma herët, po prapë mendoj me quë, po me i përcil, le ta kenë fëmija se, dhe më thonë, shkollarët, se shkollimin e kom dasht vetë, shumë, e duhe dhe sot, se na më duket e thamë ma heret, një popull i parë si mum, është i dështum. Se aty është shkenca arti kulturës që zhvillojnë dhe mbajnë shtetin, e ngrisin. Kështu që, do të thotë, asëherë nuk e kom këshyrë atë onën materiale, me thonë të shes, ose do në dikush me lonë e i lek për to, e lenë për ndryshe, mu më duket me meri qëto libra se i kje metë e mija aty. Edhe më duket pak se lavd, apo edhe se nuk është e turpshme apo ndalume, mu më duket ashtu që pse s'po mi blenë të librat. Jo, njërë vullnetare e kom njetë me i shpërnda, kush do që i hasën to, nuk ka problem me i pasë dhe kështu. Mesazhi lidhet gjithherë me ato që e du unë, edhe duhet me dasht se cili njeri që e njën vetën shqiptarë. Të gjithë le ta dinë se historia jonë është e dhimbshme, e përvojshme. Për me dalë në dritë, duhet mas pari me kuptu që na kanë thonë në oda kur s'ka pas letër as laps. Se anë miku në kem të përbetum, edhe kem shumë nga trestar. Për me arë me kuptu kush o miku dhe kush o anë miku, vetëm libri e bjen aty ku duhet. Se dhe aty në ato botimet e mija në rënd pare ku më kushtu atë dhetarve, herojnve dhe atyne që e dhanë më të shtrejten për këtë tokë. Unë nështë ta kom bo kesh një ditë, po me siguri dikush tëtë po e përdor veç formalitet. Jo, unë shpesher kom thonë, për mua s'ka parti, as s'ka fe, pa atë dhe. Gjitha gabimet nështë ta njeriu i falet. I falet pra gabimin e njeriu, bukur i ronë nëse është. Po të radhia dheut jo, ajo nuk falet. Ato le ta din mirë, na përshohme dhe në ditë e sotshme, po gjikohen njerëz për të radhita dheut, le ma heret, çka kam bo. E kështu që, për ato që e kom anë mik, nuk kom çudit. Anë mik shekullor, po anë mis mrenshëm mos të kem. Po cili do qoftë as njone nuk janë mirë, se nuk e ka emnin mik, po anë mik. Prandaj rinia le të lexojnë, le shfletojnë, le të ngriten. Nuk është e thonë me ditë fjalë për fjalë që ka thonë filozofia greke, Platoni e Sokrati, kush do qoftë, apo ai filozofi kryesor që numërohet Aristoteli, ose Isaac Newtoni, ose Einsteini, megjithëse që Einsteini ka lënë 2 fjalë shumë të forta, se thotë universi nuk ka fund, as budallakia. Presje, por njonën jemi sigurt. E vëllai mu po mdoket për që të mosh që bona budallakia s'kisht kaj. Kështu që, leni budallakit, më falë që po thëmë kështu se njerëz budall nuk kem, po kem demela. Lene demelin tërë, kap në librin e dilni në dritë e lexoni. Se veç ashtu ngritet atë dhe mbrohet vetvetja, familja dhe toka në cilën jeton. Edhe ju falenderoj që keni ardhë. Normal që dikush duhet jetë shkaktar, apo iniciator i një elementi, qoftë si emision, qoftë si... E kështu që
të gjitha ata që kanë vullnet me kontaktu me do njerëz që mundohen me lonë diçka të mirë, bile është një aforizm aty dikun, thotë mos jetojmë me sehir, por të lomë diçka të mirë. Ose mesazhi për rinin. Mos lejoni me u pyet vitet e pleqërisë ku i ke harxhuar ato të rinis. Mas pari është ngritja shkollore, formimi si e tham më herët. E dyta është se pleqëria pret diçka, pret atë rezerven shkencore që u dasht me fut në shpirtin dhe në kokën, në mendjen e secilit. Po ndoshta edhe do rezerva tjera, mundësisht. Kështu që, për mos me mallku vetën, Demelis thoni del jashtë oborri, nuk ka vend për ty këto. Mu shpesher më ka dasht, sidomos për këto, po ndoshta edhe për bimën, mos i kum ra. Mu ka kujtu një teori, një ide, një mendim. E kum des dritën, e kum shenu të mendu që të njëjtën mënyrë nesër nuk kum kujtohet. Edhe kështu që prej si fëmijë këto e ngrumbëllua, po ashtu edhe për bimën besoj që t'jemi shnosh e gjallë, edhe libri bimëve do të del në detale tash cila bimë çka shërben e tjera.